Ngrisat e muajit prill kanë lënë pasoja të rënda në bujqësinë e fushës së Korçës, ku kulturat frutore si kumbulla, molla dhe veçanërisht qershia janë dëmtuar ndjeshëm. Fermerët raportojnë se prodhimi i qershisë këtë vit nuk ka arritur as 40% të nivelit të vitit kaluar. Në fshatin Dvoran, një prej zonave më të prekura, fermerët thonë se pemët prodhuese janë dëmtuar rënd, duke bërë që ky sezon të konsiderohet ndër më të vështirët në historinë e frutikulturës së rajonit. Temperaturat e ulta të pazakonta për muajin prill ndikuan negativisht në fazën e lulëzimit dhe formimit të frytit. Ky vit ka qenë tejet i vështirë, prodhimi është i pakët dhe tregtarët po përfitojnë nga kjo situatë duke arritur çmimet dhe abuzuar me mungesën në treg, shpreh fermerët. Ndër zonat më të goditura përmenden Polena, Dersniku, Dvorani dhe gjithë fusha e Korçës. Kjo mungesë ka ndikuar drejt për drejt edhe në çmimin e tregut. 1 kilogram qershi po shitet aktualisht nga 350 deri në 400 lek, ndërsa vetëm një javë më parë çmimi arriti deri në 600 lek. Fermerët kërkojnë ndërhyrje nga autoritetet për të mbështetur sektorin dhe për të frenuar abuzimet në treg, ndërsa paralajmërojnë se nëse situata vazhdon kështu, shumë prej tyre rrezikojnë të mos e përballojnë dot sezonin tjetër bujqësor. Nuk ka prodhim, është shumë dobët prodhimi, edhe qershit janë bosh. Janë shumë të rralla, punëtori do paguhen normal. Po, ne verejmë sot në aktualisht jemi në premtaret e Dvoranit. Verejmë që vende ka demet të konsiderueshme, po vende ka dhe prodhim. Prodhimet niveleve të ulta, të pakta, me fjalë. Jo në ato rendimentet të dëshirojnë që dëshirojnë fermerët sot për të patur në fermat e tyre. Sepse ne jemi në periudhën e vitit, tani edhe ti po të shikosh disa pemë kanë dhe disa jo. Ta do abuzojnë sepse janë ata që kontrollojnë tregun, edhe që vendosin çmimin.